Fushatën e ka fillu në Zvicër. Ka shpërbos, ka qenë sikur 2021. Vitin 2021. Fushata ka fillu në Zvicër. Veç po vazhdojnë. Divizja vetëvendosje ka bë veprime për të cilat e ka ditë me siguri që partitë opozitare nuk guzojnë me i kundërshtu. Do me thonë, shpërndarjen e këtyre ndihmave financiare për studentat. Aju qëtë pare studentave, që me thonë partitë opozitare, mësë qëtë pare pensionistve, që ka me thonë, mësë qëtë pare nanave lehona atjera, mësë qëtë pare vinë opozita, mos i banë kohën kur vinë opozita se s'na votë Diaspora. Diaspora, më falë, mërgata. Jo, lista shumë e gjatë, po prandaj po thëmë, janë disa veprime, cilat i kanë dërmarë lëvizjave të vendosje, për të cilat e ka ditë me sigurit të 100% që partit opozitare nuk guxojnë me kundërshtu, sepse veç dëmtojnë edhe ma shumë. A ka një parti politike cila synon pushtetin që nuk do t'i përdorte këto gjëra që e qesin disavantazh partin kundërshtare? As po hyma kanë qenë ferë dhe me regullat lojës, a me thyrje ligjore, a me thyrje kushtetuese, por po thëmë, a ka ndonjë që nuk do t'a mund edhe me truse si të tilla kundërshtarin? Tu ka pas edhe shkelje ligjore për cilat unë nuk kam i kualifiku me folë. Juristat me siguri kishin mujt me folë, nuk kanë folë me kohë, sepse edhe juristat e pavarur kanë qenë shumë oportunista në këtë pikë, sepse s'kan desh mu prish me kërkan. As me një student që i merë 100 euro s'kan desh mu prish. Të me thonë, na jemi një popull oportun, një popull kogja qyqar, një popull që na vynë dikush që del për para dhe i krymë punë për neve. Pra ndaj edhe jemi në situatën ku jemi dhe në situatën e cila rrezikon me përshkallëzu, sepse rikonfirmimi i Zotit Kurti, pas, dhe me thonë, rikëthimi rezultati 2021, rezultati spektakular që atëherë e kemi qujtë aksidental, sepse ka qenë aksidental, tashmë nuk është aksidental, tashmë është rezultat i punës ti edhe rezultat i një opozite të dobët, e cila situatë neve në qënë ka situata në të cilën është Shqipëria dhe Serbia. Punës ti strategjike drejt fitimit zgjedhjeve, punës gjatë qeverisjes? Jo, gjatë qeverisjes, jo, nuk. Po për atë se thatë punës e ti? Rezultati i qeverisjes Zotit Kurti u pa në mënon shkurt, do me thonë. Ka qenë një farë pasqyre ajo. Mirë po tash kanë rrugë gjithë shka. Sepse presidentja Osmani në ditët e fundit lidhi një koalicion me Zotin Kurti dhe në mënyrë krejt kundër kushtetuese e emëroj Zotin Glau Konjufsa e mandatoj për kryeministër. Nuk kishte të drejtë, sepse presidentja është dashur të bindej që ai mund të bëjë qeverinë. Edhe këtu pse, se ish opozita nuk shkoj edhe ata të thonë edhe ne duam të aprovojmë. Atër do të kërkoj që të kishte lista. Kush janë listat me emra? Kjo është shumë e drejtë, shumë e saktë është kjo, por prap se prap, ajo nuk ka qenë bindur që Konjufsa mund të bëjë qeverinë. Ashtë më pak të njëjtën qeveri të cilën kështë propozuar Zoti Kurti. Kjo është e para. E dyta, caktimi i zgjedhjeve me 28 e jo me 21. Prap ishte koalicion, aleancë e presidentët. Dhe me thonë presidentët... Në një intervistë të incizuar, e cila del nesër këtu në Klan Kosova, i ka thënë Ardiana Thaqit, presidentja, se e kam pas me shkrim nga KQZ-ja që me datë 21 nuk mund garantojnë se mund të arrinë të mbajnë zgjedhjet. KQZ-ja i përgjigjet presidentës dhe jo presidentja KQZ-s. Dhe me thonë, edhe aty e ka huq totalisht, sepse nuk është presidente. Asnjëherë nuk ka qenë presidente. Ajo është bartë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, në mënyrë të pandershme në lëvizjen vetëvendosje, e ka tradhtu komplet elektoratin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, orientimet ideologjike të LDK-s, ka shku ka një parti me cilën nuk ka kur gjëtë përbashkët ideologjikisht, edhe i është bë shërptore. Na dim 3 vjetë, ajo ka qenë e heshtur. Totalisht, në fund i ka pas disa deklarata gjoja kundër Albin Kurtit, derisa u ripajtun edhe i qoj për para komplet agjendën e Albin Kurtit. Çka ndodhi, zoti Deda? Termet politik. Kjo është çka ka ndodhur për një me. Edhe i cili e përfundon një epokë politike në Kosovë.
edhe kur gjoma nuk është e njajtë sa i përket politikës të Kosovës, partive politike, edhe skenës politike në vend. Qa ka goditur? Nuk ka